Për sa të kom vendos me bo pite me porre. Inshallah ju pëlqen e dele mirë. Tash ky boj me vaj. Me vaj duhet me u ly krejt anë të petës, për shkak që mos me u ngjit. Unë harqin ja qes me dorë. Se po më thojmë pse me dorë i bojmë krej, me dorë hajna, me dorë gatuj, me dorë krejt, unë me dorë ja qes. Selamu alaikum, mirë se keni ardhur në shtëpinë tonë të pitet e gjyshes. Për sa të kom vendos me bo pite me porre, inshallah ju pëlqen e dele mirë. Brumin e kum bo gjithherë bohet, brumi miell, krep edhe ujë, nuk ka tjetër përbërës. Kurse këto purrit i kum la, i kum pastru mirë, normal, edhe ju kum qitë, i kum gri, ju kum qitë vaj, krep edhe i kum përzhit. Nuk i përzhiti me tomel, nuk i përzhiti, vetëm me vaj edhe me krep. Mandej, kjo janë të përzhitne të kryme, mandej ja u qesim ajkën. Edhe janë gati. Për pite që bëhen me porre, me rreth, bëhen kulaqat më të mëdhej, për shkak që me u ngrej ma shumë. Tash masi të hollum petat, tash ky boj me vaj. Me vaj duhet me u ly krejt anë të petës, për shkak që mos me u ngjit. Se pak me bo me s'me ly petën mirë, që aty ngjitet edhe shkon muni. Mandej i la me pushu, 10 minuta dhe me fillumi ngritja. Tash petat i lyta, duhet me lanë pak, derisa të lëshohet brumi pak që të merr vajin tamam, edhe masane e vazhdojmë. Psia është e mërqme. Tash i hapim petat. Tash ja qesim harqin. Unë harqin ja qes me dorë. Se po më thojmë pse me dorë i bojmë krej, me dorë hajna, me dorë gatuj, me dorë krejt, unë me dorë ja qes, nuk ja qes me lugë, për shkak që mu shpërnda masa sa ma shumë. Tash petës nuk ja qes krejt harqin deri në fund, po ja qes deri në gjys, për shkak që për mos mu djeg, mos në i tu pjek, mu bo djegja.
Tash për fund e lym. Me lym me pavllak, vaj edhe pak tomel. Me tash, për me pjek, e këtu do t'mi lan tashmë me ardhë bruni.